Unë mendoj që pikë së pari, përgjimet tregojnë në mënyrë të dokumentuar fushatën e dirigjuar nga Erion Veliaj kundër prokurorëve të SPAK-ut. Ne pam lajme të cilat nxinin personalisht prokurorët, të cilët nuk kanë asnjë faj që janë prokurorë dhe kanë detyrën që të hetojnë zyrtarët e lartë, sepse për këtë punë është ngritur prokuroria e posaçme që të hetojë zyrtarët e lartë. Në momentin që një zyrtar i lartë është në hetim, është në masën e sigurisë arrest në burg, ai ka të drejtën e tij të ketë fjalën si në sallën e gjyqit, qoftë edhe duke bërë postime në Facebook apo duke dhënë dhe intervista edhe pse nuk janë autorizuar që të jepen intervistat për shkak se është në masën e paraburgimit, që të thot fjalën e tij, por deri këtu dhe jo në denigrimin personal, duke ju futur te lista e notave, duke ju futur në familje një prokurori, dhe kjo nga pikpamja morale është shumë e gabuar. Ajo përgjigje që ne duhet na jap SPAK-u është nëse këto media të cilat janë bindur dikujt që qëndron në ambientet e paraburgimit, e kanë bindje të tyre personale që ky person ka të drejtë, apo janë paguar nga kompania e marketingut të vllajit të tij Arbër Veliaj, kompania Google, këtë përgjigje duhet na jap SPAK-u që me informacionet që dim përmes burimeve është duke hetuar. Një tjetër pikë që del tek bisedat telefonike të zotit Erion Veliaj është çështja se si ai kërkon që të ndikojë në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, edhe pse Këshilli i Lartë i Prokurorisë nuk e ka bërë, madje ka bërë një deklaratë në mbështetje të prokurorisë së posaçme, por ai shprehet që tregojë atyre se kush i ka emëruar, by the way, me qëra fjala. Po ashtu se si nxit dhe vjen në lëvizje dhe dhomën kombëtare të avokatisë që të bëjë një deklaratë në mbështetje të pozicionit të zotit Erion Veliaj dhe për nisjen e hetimit disiplinor sa i takon prokurorit të çështjes. Dhe kjo kërkesë nga ana e dhomës së avokatisë po ashtu është bërë. Ai ankohet dhe kërkon trajtim preferencial në burg ndaj ministrit të drejtësisë Ulsi Manja, madje dhe e shan ministrin e drejtësisë, por ministri i drejtësisë duket që në këtë rast ka zbatuar ligjin mbase sepse çështja ka qenë shumë sensitive. Dhe kjo është më shumë në vazhdën e një kurioziteti për publikun dhe nuk ka shërbim të interesit publik. Ajo që nuk jam dakord është zbulimi disa bisedave personale që qoftë Erion Veliaj, qoftë kriminali më i madh në botë të jetë, SPAK është një institucion dinjitoz që ka mbështetjen e 70% të shqiptarëve dhe nuk duhet që të... Kemi dhe një moment, Ola, që është njëri që nuk e mban dot burgun, nuk kupton dhe ai mund të jetë ai po. Po ti që dëgjon dot atë. Ju të bëja dhe gjithmonë kështu. Jo. Bisedat personale, çfarë ka folur Erion Veliaj me familjarët e tij, nuk duhet të zbulohen për sa kohë nuk përbëjnë asnjë provë për faktin penal. Duhet të jenë ndosje fare, po tani. Duhet të jenë ndosje. Pra nuk duhet ti dëgjoj as gjykatës këto, se nuk kanë interes. Se duhet të zbulosh privatësinë e dikujt kur nuk përbën interes për çështjen. Kështu ka bërë me të gjithë. Tani, nëse këtu s'është për mbrojtje ligjit, këtu është për mbrojtur për të mos lejuar vendosjen e këtij standardi, që është standard skandaloz. Sigurisht. E zëmë se Erion Veliaj, në përmjet vllajt, ne nuk ka do të më njërë. Për ne kemi thënë këtë. Sigurisht. Vllai Erion Veliaj, sa mori atë fondin e UAN-it, për shembull, e hoqi nga disa media, që nuk i shërben Veliaj dhe ora atyre. E zëmë se kjo është e vërtet. E bëri konkretisht shumë. Është e vërtet. Çfarë fakti penal ka këtu? Si çfarë fakti penal? Po kush fakti penal që ka bërë këtë gjë? Nëse është e dokumentuar që shërbimi nuk është marketingu, por është PR-i një politikani, atëherë patjetër që hapet një precedent ku të gjitha... Fakt penal apo jo? Jo, ata janë përpjekur... Ata janë përpjekur... Jo. Farë duhet të temë? Abilekaj, me sa kuptoj unë, një sekund vetëm. A është Veliaj njeriu që bulizon gjyqtarët e drejtësisë? Po, patjetër. Po. A është që shantazhoi hetues në BG-s? Po. Përderisa i përdor të vllajën e gjitha, ata kanë dashur, një sekund vetëm. Ju lutem. Ma bëri pyetjen mua, a janë shantazhuar? Po pra, në këtë plan, ata kanë kërkuar izolimin. Paguar nga Erion Veliaj, po prokurorët në këtë rast kanë kërkuar izolimin dhe jo dënimin, nuk e përdorin për dënimin. Nuk ka fakt penal. Çështja është që SPAK-u këtë duhet ta vërtetojë dhe më sa kishim në përgjigjet e telefonatave, kjo nuk ishte. Po e vërteton ai, nëse ti bën si kryeredaktori i medias, po më falni minutë. Nëse bën si kryeredaktori i medias, do thotë që ti mund të mbash të izoluar. Dhe por Emilin vetëm pse e mban të izoluar? Ditë më thuash mua ti.
Përse? Përse është izoluar Ilir Meta? Jam thuaj, qa rreziku ka ai? Dhe prokurorët kanë kaluar në këtë rast, të kanë afruar ty, do më thënë të gjithë të material, përgjimi, që duket si nuk ka vlerë për ta dënuar, Erion Velin, po ka vlerë për të thënë që ky njeri mund të prish prova, ky njeri mund të intimidoj njerëzit, mund të intimidoj prokurorët. Personazh negativ, po mos personazh. Jo, s'është personazh negativ, po ky mund të veproj, kështu siç ka vepruar. Ai veprimin e ka bërë. Nëse kjo është në zhvillim dhe ne do ta ndjekim. Veprimi është bërë para. Në atë që ka bërë ai në qelin, ne nuk na duket në në teshë direkt. Velia ka qenë vetë autor i 10 teksteve kundër prokurorëve. Pra nuk është se ka ngarkuar media t'i bien prokurorëve dhe vetë ka heshtur. Ai ka dalë vetë dhe i ka rënë prokurorëve. S'ka lënë epitet pa thënë dhe prokurorëve. Po kjo çfarë do të thotë? Pastaj kur ndryn, jo, një minutë. Kjo do të thotë që ky duke bërë këtu mund ta bëjë me media ato? Jo, absolutisht. Po them kjo të bëjë ta shkruaj intervistën veta. Por nuk është ashtu. Për gjyqtarin, mjaftonin provat faktit për ta lënë brenda. Domethënë këto provat e tjera. Këto nuk janë prova për të dënuar Erion Veliajn. Është një përpjekje, mund të jetë dështuar. Ne nuk kemi lexuar vendimin argumentuar të apelit të bardhur që ka vendim të argumentuar. Me çfarë arsye? Nuk ka vendim, nuk ka vendim. S'ka pse të bëjmë ne tani. Ne ta shikojmë në proces. Ta shikojmë në proces. Ne gjykojmë gjykatësi. Ne gjykojmë. Jo, meqense juve thatë pagu janë ka bërë. Ne po themi ne gjykojmë atë që po të gjithë po themi pagu bëm të gjithë po themi gjë të vërteta dhe ai po thotë gjë të vërteta. Publike për ta gjykuar ne. Era kaq të rëndom ta thotë, nuk janë thelbi asaj. Të gjithë po themi gjëra të pak të ndryshme, por që janë të vërteta. Tani ta lëm të bisedën se ne nuk kemi kemi një material, kemi një material total të zbardhur. Jo. Ne kemi për emisione me radhë që kemi denoncuar mënyrën se si Erion Veliaj kontrollon mediat dhe këto përgjime edhe në rast nuk e plotësojnë. Përbëjnë interes publik vetëm në këtë. Po çfarë tani marrësh gazetarët edhe ti thuash bëj këtë? Si gazetar në këtë moment? Ne të shohim vendimin e zbardhur të gjykatës apelit. Në rast se pjesë të fashikullit janë të futur në vendim, pra gjyqtari i ka marrë në vlerësim, atëherë këto kanë vlerë. Okej, kalojmë në pika që me jemi të Ola, pullat fiskale, duken si pull e korupcionit. Zonja Xhama, tani, çfarë ka ndodhur me koncesionin e pullave fiskale? Ky është një koncesion i qeverisë Berisha, dikur, për të cilën të majtët u zotuan se kur të vini në pushtet do të shfuqizonin. Fillimisht mund të spjegoni kush e mori koncesion dhe përse? Kanë qenë 4 kontrata koncesionare në fushën e shërbimeve fiskale, të cilat janë dhënë në kohën e qeverisjes Berisha, ku një nga kartat që luajti Partia Socialiste në opozit në vitin 2013 dhe që pati dhe pik për të ardhur në pushtet, pa tjetër, jo vetëm për mes denoncimit të këtyre, por që mori përsi përdesh shfrytëzimin, është kontrata e markimit karburanteve, është kontrata e skanimit të kontenierëve në dogana, lotaria kombëtare dhe kontrata koncesionare e pullave fiskale.